Unë jam gjenerata e tretë e trashëgimisë gjyshit. Kena të punë shumë 25 punëtor. Kena pas mysafir prej Kosovë plot. Gjyshi asnjëherë nuk na kalon me mbet këtu. Jena të Tetovës, rajoni Tetovës, fshatit Kamjan. Jena prej vitit 64 me punë këtu, te lokal. Jena konë edhe më herët në Kroaci. Jena konë në Poreç, por mirë po gjyshi vazhdon punën në Rovinj. Gjyshi ka ardhur fundin e vitit 64 në Rovinj, 2 vite më parë ka qenë në Poreç. Si biznese ka pas vetëm këto me vllaznit e vet gjyshi, mas andaj trashëgum ne. Unë jam gjenerata e tretë e trashëgimisë gjyshit. S'është veç kish biznes, merrena me apartamente edhe me pizzerinë e vogël nga ana tjetër. Ne ofrojmë ushqime mediterane. Më herët, para 15 viteve, ky lokal ka qenë ëmbëltore. Nuk ka qenë si zanat, me thonë. Gjyshi e ka pas ëmbëlsira me bo akullore, se ndë kështu tilla. Mandej, gjenerata re, tu përparu, e kena kthyer me ushqim. Lokali është Istra, në qendër të Rovinjit, edhe tjetri është te zona e dytë e shëtitores qytetit. Këto janë zonat më frekventive, se kjo është qendra. Ana mbas është si shëtitore më e njohshta në Rovinj. Nuk është kohë vështirë, sepse ne si tri kena ndjek hapat e prindve apo të gjyshit, ashtu që jena adaptu me punën, me kohën, me gjitha. Si çdo njerë që don me shtu diçka, me përparu pak, kur kena arrit me ble banesa apo shtëpia, edhe mos me ndejt kot, mos me pagu dhonat, kena fillu me i dhonë me qira, apo do me thonë për turistët më shpesh. Apartamentet gjenden në qendër, përmbi lokal, janë 3 apartamente, me pamje nga deti, edhe kjo është që ofrojmë në qendër. Edhe pse unë jam një, po kom djemtazhës, jena si familje me rreth më gjon, jena stacionum këtu në Rovinj, se kur ardh gjyshi, o ardh me 2 vlezrit e vet. Do me thonë, gjithsej 3 vlezri. Mas andaj kena lëshu rronj, njaft ka shqiptar. Kohës fundit mbas që janë liberalizu vizat e Kosovës, kena pas mysafir prej Kosovë plot. Më radh të Shqipërisë, unë e kom lind në Tetovë, shkollimin e kom kryer në Tetovë, edhe fakultetin e kom kryer në Tetovë. Gjyshi asnjëherë nuk na kalon me mbet këtu. Çdo herë na ka kthy me bo shkollimin me ditë nga Jena, nga Vjena, e kështu me radhë. Çdo herë ka pas shqiptar këtu stacionum, por jo shumë herët, siç është familja jeme këtu. Në vitet e 78-ta e këndej, kanë fillu me emigru shqiptarët me ardhë, flas për qytetin e Rovinjit, me ardhë më shumë. Edhe sidomos qendrën e punojmë ne si shqiptarë. Ma shumë janë marrë me gastronomi shqiptare. Minimumi në vit, 3-4 herë në vit kthehen atë Tetovë, se ne punojmë me punë sezoni. Ndërkohë që dimnit jam i lirë, pushimet i shfrytëzoj në Tetovë, më shumti, 90% pushimeve i bëjnë Tetovë, në shqiptari, do me thonë. Por nuk e anashkaluaj edhe disa vikende që shkoj për shkurt, për 2-3 ditë, 5 ditë, kur kom të lirë. Pjesa më e madhe janë shqiptarë, kema të punë shumë nga Maqedonia, nga Kosova, kena të punë shumë diku 23-25 punëtor, se nuk është vetëm një lokal. Trive ju kisha sugjeru, me punë arrihet gjithçka.